Policia rrugore e Shkodrës ka intensifikuar kontrollet në të gjitha akset rrugore të qarkut, duke përdorur dron, radar dhe makina inteligjente, me synim parandalimin e aksidenteve rrugore dhe menaxhimin e trafikut gjatë sezonit veror, ku fluksi automjeteve është i lartë. Gjatë monitorimeve, vëmendje e veçantë është kushtuar evidentimit dhe ndëshkimit të drejtuesve mjeteve që drejtojnë automjetin nën efektin e alkoolit, pa leje drejtimi, kryejnë parakalimet gabuara apo qarkullojnë me xhama të riveshur, shkelje që konsiderohen ndër shkaqet kryesore të aksidenteve. Sipas të dhënave, vetëm për periudhën 23-30 korrik është arrestuar një drejtues mjeti, janë proceduar 7 të tjerë për veprat penale të drejtimit të mjetit në mënyrë të parregullt dhe shkelje rregullave të qarkullimit rrugor. Po gjatë kësaj periudhe janë vendosur 1154 masa administrative për shkelje të kodit rrugor. Nga këto masa, 531 janë ndërmarrë për tejkalim të shpejtësisë, 314 për ndalim ose qëndrim të gabuar, 77 për parakalimet gabuara, 50 për mosvendosje të kaskës mbrojtëse, 6 për drejtim mjetin nën efektin e alkoolit dhe 176 të tjera për shkelje të tjera në rrugë. Policia rrugore bën të ditur se kontrollet do të vijojnë në gjitha akset urbane, interurbane dhe rurale, ndërsa u bën apel drejtuesve të mjeteve të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Çdo shkelje, qytetarët ftohen ta denoncojnë në numrin pa pagesë 112.